Përshëndetje, këtu kam sjell një video si të ruajmë hitrat në ngrirje. Ka shumë mënyra, por mua më pëlqen kjo lloj mënyre se kur e kam gati e përgatis për çdo lloj recete. Sot, siç e pat videon e parë, pastrova pak në kuzhinë dhe mbarova në kuzhinë. Tani jam ulur këtu në divan, po regjistroj videon edhe thash, po të shtu desh me çup që dole nga kuzhina erdhe në sallon. Sepse në salon, nga që kam larë palto, pelice, roba dimërore, kam, si që dini ju, nuk e di tani, në qoftë se jeni në situacionin tim, ca në divan, ca të e hekurit, ca ke stendino ku ndejmë robat, e më the të thash, isha rahat në kuzhinë, thash, me i gjithatë, do t'i bëjmë ato avash. Si që pat, hitrat i kam ledhur në natyrë, edhe i kisha larë, i kisha shplarë, i kisha tharë, i kisha mbledhur në një picet, disa i kam lënë për të tharë, do përgatis disa receta, dhe sot thash mos i pastrova kuzhinën, darkën e kam gati, thash po përgatis këto hitra që mos si çoj dem në një tenxhere më të bollë, shumë pak krip, i japim një valca, i fusim i nxjerrim, i vendosim në kullor, se mund t'i lini edhe kështu siç janë, të ftofen dhe i fusin në përqesë, i fusin ngrirje. Unë i preferoj t'i bëj pesto o krem. Pa krip fare, i hedh vetëm pak vaj ulliri këtu ke mikser, i hedh ujin e vet dhe i bluajm. Megjithmonë që janë fantastike. Kështu kisha përgatitur edhe ato çimedhirapa, lapsana tona, dhe megjithmonë që u kënaqa, përgatita shumë receta dhe kisha gati. Dhe këto megjithmonë janë ilaç me vete, se hitrat e dini shumë mirë që kanë shumë benefite. Këto megjithmonë që janë punë me vlera, dhe unë tani që po postoj në këtë moment videon, jam ul divan dhe jam shumë e kënaqur kur shikoj videon. Sot nuk është se jam lodhur shumë, kam qenë në punë, por dje që shkova në punë u çlodha, do thoni u çlodha, edhe u lodha se shkova në pishinë, por aman e mbajta ditën për veten time. Shkova në pishinë, hëngra buk aty tek pishina, bëra një pjatë, ajo zonja klubit më bëri një pjatë me brezaura, kështu që dje nuk bëra asnjë punë motra dhe sot jam përveshur. Tu po shplaj çik të mikserin, e di që do acaroj nervat e disa zonjave, lave, se kështu më shkruajnë, me ato se kam problem. Kjo është mënyra ime, unë ato ujnë që pat juve t'hitra nuk e do bëj bukmisri, i fusim këto mbasi t'jenë të ftofta, pak e vokët ishte, do më thëmë 500 krohovan për goda, po jo e nxehtë se nuk i bërmi plastikës. Këto janë hitra që unë po thaj, disa menta, nane, ande minjan, edhe do t'i fusë në alkohol, për këtë do flasim njërë tjetër. Ju përshëndes, ciao.